Tani do të tregoj për rallën me titull Miu që hëngri mace. Ua, tha mami, po pse mo jela e ke vënë bukën në xhep? O, nuk desha më mami, dhe vura te xhepi edhe bukën edhe djathin. Po kur nuk do vëre në raft dhe jo në xhep, ka ardhur miu natën dhe ta ka ngrënë xhepin. Miu, miu, koqo miu, të gjithë pjatat i lëpiu, moj mami, tha Ela. Dhe jo miu që ngri xhepin. Po ja, moj bi, shihe, tha mami dhe i tregoi xhepin që kishte ngrënë miu. Ela e kishte parë një herë miun. Ai ishte i zi si ngjyrë, kishte dhe vesh si dy gjethe të zeza dhe bish të zihet i qatë. Ela kishte ikur me vrap, po edhe miu kishte ikur me vrap. Në një revist, Ela ja kishte parë miut edhe mustaqet e gjata si të maces dhe buzët. Atëherë kishte thënë mami të vetë: Mami, urdhëro, pse e ha macja miu se i ka marrë mustaqet? Jo më gjani mamit, po se është i keq. Po që miu hante dhe xhepa, mami nuk i kishte thënë Elës. Dhe ai koço miu i kishte ngrënë atë xhepin ku mami kishte qëndisur një mace që loste me top. I sa i keq, tha Ela. Po pas ka ngrënë edhe macen, moj mami. Tani do t'i the mace së madhe. Dhe Ela shkoi e gjeti macen. Mace, miun që ngri macen e vogël dhe topin të xhepi i Elës. Haje, mace, haje. Po macja nuk ju përgjigj. Ela e fërkoi dhe macja ngriti bishtin. A do ta hash? Të jap Ela karamele, mirë? Dhe vajza shkoi te mami. Mami saj po bënte gati një çark. E ngriti dhe i vuri përsipër një copë bukë me vaj. Mami, dua karamele, i tha Ela. Karamele? Pse? T'ja jap maces që ta haj miun. Po macja nuk ka karamele, më gjani mami. Po çfarë ha macja? Macja ha minj. Jo, tha Ela, ha edhe peshk. Po edhe peshk, i tha mami. Pse nuk e hëngri miun që hëngri macen e Elës te xhepi? Se miu nuk doli në shesh nga frika, po hyri në dollapin e rrobave? Dhe macja nuk hyri dot? Prandaj mami do ta vësh çarkun ta zëri? Mami e vuri çarkun ta zinte, po çarku nuk e suri miu. Ela e pa dhe i tha: Po miu ku vajti? E hëngri macja. Kur e hëngri macja nuk e pash. E hëngri mbrëm. Kur u bënat? Po, tha i ama, kur u bënat. Se miu hëngri macen e vogël te xhepi i Elës, Po, moj gjani mamit, po, ju përgjigja jo. Po bukën me djath mos e lërë më në xhep, po vëre në raft, se vjen miu pastaj, ta hajo vetëm bukën, por edhe macen.